Habib ilejna el Medina, Allahume na e ban të dashtun Medinën, siç na e ke ba të dashtun Mekën, edhe ma shumë se sa Mekën. Mekka është një qytet hieran, i mushun me një përshpirtje, ndryshe nga kjo përshpirtje, këtu është amëlsia, atje është pozita e lartë, atje është madhështia, këtu është amëlsia e besimit. Këtu është djepi ku është përkund zhvillimi i thirrjes islame në mënyrë publike për të përhapur në mbar botën, në mbar globin, të dashtun dhe të shtrenjtë. E ka dasht pejgamberi alayhi salatu wasalam këtë qytet dhe i ka dasht banorët e këtij qyteti, ensarët, mikpritësit, ata që i hapën derën dhe nuk u kursyen as me jetën e tyre për ta mirëprit pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe thirrjen e tij, dhe për t'u pa gjithë secili prej tyre një person në beslidhje që jepte edhe jetën e tij dhe nuk e dorëzonte amanetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Prandaj, në një prej ngjarjeve të shënuara në librat e historisë islame, kur përmendet një fërkim në mesin e disa njerëzve, prej besimtarëve të rinj, me një prej vendimeve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, pasi pejgamberi i mblodhi dhe foli me ta dhe i hapi zemrën e tyne, e hapi zemrën e tij para durve të tyne, tha një fjalë të madhe. Tha, sikur njerëzit të kishin shkuar drejt një lugine dhe një rrugë, dhe ensarët të kishin shkuar drejt një lugine dhe një rrugë, do të kisha shku pas ensarëve. Pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka tregu mirënjohjen e tij ndaj Allahut edhe ndaj ensarëve, duke pranuar që edhe në momentin e fundit kur të largohet nga kjo botë të varroset në këtë vend, jo në vendlindjen e tij në Mekë. Të dashtun dhe të shtrenjtë. Medina e pejgamberit alayhi salatu wasalam është një vend haram, vend i shenjtë. E përmendi hoxha e jon pak më përpara, jo vetëm në momentin e ihramit, por këtu edhe përtej ihramit. Nuk ban as kafshën e vogël me e trem, as degen me e kput. Ky është një qytet i paprekshëm, i qelibartë. Këtu vetëm shijohet. Këtu vetëm e ndjen veten tane si në një xhennet të parakohshëm përpara se të mrish në xhennetet e Allahut subhanahu wa taala në jetën e përtejme. Ky është një xhennet prej xhenneteve të kësaj bote. Vendi të cilin Allah subhanahu wa taala e ka përzgjedhur për pejgamberin e tij alayhi salatu wasalam, dhe ka këtë amëlsi, dhe ka këtë dashni që e rrezaton në çdo hap, dhe në çdo moment, dhe në çdo vend ku hedhim syt dhe ku ecim dhe jetojmë sa do pak në ditët e udhëtimit të umrës apo të haxhit. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, sikur se transmeton Imam Buhari, i është lut Allahut azza wa jall për këtë qytet. Edhe ka thënë, Allahumma, Zoti im, Ibrahimi e bani haram Mekën, pra e bani qytet të shenjtë, edhe unë po e baj këtë qytet të shenjtë, dhe më thanë me udhëzimin tanë dhe dritën tanë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam madje na ka nxit dhe na ka mësu që të jetojmë qetësi në këtë vend, sepse ky vend është i ruajtur nga Allahu azza wa jall, dhe në çdo sokak dhe në çdo rrugë të Medinës së ndriçuar ka melek që e ruajnë Medinën e ndriçuar dhe banorët e saj nga murtaja edhe nga dejali. Dhe këtë e mësojmë nga hadithet e sakta të pejgamberit ton alayhi salatu wasalam. Ditën e djeshme kemi kaluar një ditë të lodhshme. Sheikh Bekimi edhe imamet tanë në Rum kanë qenë shumë aktiv për një detaj që është detaj më i rëndësishëm për gjithë secilin prej nesh kur vim në Medinën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, cili ka qenë detaj kryesor i ditës së dje, Rawda Sherife. Me i fal 2 rekate në atë vend për cilin pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, ndërmjet mimberit tim edhe shtëpisë time, ku është edhe varri i tij alayhi salatu wasalam, është kopës prej bahqeve të xhennetit. Edhe ne mezi shpresim me shku edhe me i fal qoftë 2 rekate aty. Edhe me përfituar veten në xhamin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, mimberi i tij sallallahu alaihi wasallam, mimberi i tij prej të cilit pejgamberi mante ligjërata të ditës së xumë, por jo vetëm, edhe shtëpia e tij ku njerëzit mezi shprisnin që pejgamberi të dilte. Allah, edhe të gjithë ju e keni shiju këtë. Pa më ju pyet cila ka qenë eksperjenca më e bukur.
edhe gjëja që keni shiju më shumë nga ky udhtim, patjetër që do thoni fillimisht falja e 2 rekateve në shtëpinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam në Rauda Sherife. Të dashtun dhe të shtrenjtë. Falja e namazit në xhaminë e pejgamberit ton alayhi salatu wasalam, përveç se kënaqësinë e adhurimit të Allahut në një vend të shenjtë dhe pranë pejgamberit alayhi salatu wasalam, ka një shpërblim shumë të madh. E gjejmë të shkruar në disa vende aty hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam që thotë, falja e një namazi në xhaminë time ka shpërblimin e 1000 namazeve. E 1000 namazeve përveç xhamisë së shenjtë, Haremi Sherifit, qabe së mallnueshme që ka 100.000, një namaz me 100.000. Një namaz që e falim këtu, shumë fishohet me 1000 namaze. Dalu pak sa dhe pyete veten, pse ndodh kjo? Allahu subhanahu wa taala e ka hatrin e pejgamberit alayhi salatu wasalam të madh të dashurit e mi. Prandaj ta ruajmë hatrin e pejgamberit ton alayhi salatu wasalam. Dhe t'i lutemi Allahut azza wa jall për hatrin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Se hatri i pejgamberit ton nuk kthehet tek Allahu azza wa jall. E për hatrin e tij na ka dhanë sa nuk i numrojmë dot. E për hatrin e pejgamberit alayhi salatu wasalam e ka bërë një namaz në xhaminë e zotnisë tonë. E aty ku ka dhe shtëpinë dhe varrin e tij të barazvlefshëm me 1000 namaze në një xhami prej xhamive të tjera të kësaj bote.